O Arbër si nuk përton mërë burë. Apo, thuj, që do bëjmë? Po çfarë? Unë po të hypi në katë 5, mendoj që kam bërë një heroizëm të madh. Shto edhe i katë 6, edhe unë si ti mendoj. Ti? Unë katë 2. Ne nuk dalim do të asë balkon, në merën mënd të. Po nuk ka sot kështu. Se shumë veta, për shumë, edhe unë, kur hypi në për pallate, kam frikë të qoftë poshtë, po është gjë ndryshe komplet nga fluturimi me hypjen në një objekt. Si quhet mjeti yt fluturës? Paragliding, paratrajk. Unë jam i vetmi që jam me paratrajk në Shqipëri. Do të paratrajku është që ke një motor, ke edhe 3 rrota. Që nuk ke nevojë të vraposh që të fluturosh. E kuptoj. Pra është një lloj avioni vogël, me nuk hynte avionit, jo, me logjikën e avionit. Për shembull kur ka trafik Tiranë-Durrës si ka tani në verë, e bën ndonjëherë kështu me shkum plazh? E bën, me dashë po ideja është që kur ikim për Durrës nuk duhet të ndërhyjmë të trajektoria e rinasit. Po trish shumë ulët, po ti bish nga ndroqi, e trish ulët. Futesh radar pastaj. Shkosh. Si kosto, si është afërsisht me makinën? Për shembull, të kesh një makinë benzinë 2.0 apo me motorin tënd? Ja, gjon pak më shumë, dhe është 2 kosh, edhe normal që gjatë gjithë kohës je me gaz full power. Edhe gjon pak më shumë. Ti gjithatë shfrytëzon korrentet e erës, për shembull. Jo. Kjo është teknik tjetër, domethënë është kategori tjetër, sepse ndahen kategoritë ndryshme. Ke free fly me paramotor, ke cross country, ke precision, janë shumë disiplina domethënë që mund të bësh. Po si kam, pse u morë me këtë punë? Se ne zakonisht që jetojmë Tiranë do me kom tokë. Po, normal. Edhe bicikletë. Po, ideja ishte këtu, domethënë, kur e fillova, në fillim e fillova si pasion, ta bëja në fundjavë. Po. Pastaj duke parë, duke njohur më shumë si sport, sa i vështirë është, se është sport ekstrem, sido që patjetër. Edhe duke parë sa e vështirë është, sa impenjim donte, u përgushtova më shumë. Pastaj në fillim, thash, e fillova si pasion, po duke parë edhe çmimet e velave, parashutave që janë me orë pune dhe mas 2 vjetësh ti do duhet një e re. Thash ta ktheja edhe në profesion, që merja diçka të paktën, jo për të ushqyer, po paktën për të nxjerrë pajisjet, për të justifikuar edhe fluturimet që do bëja, se kjo është me kategori. Unë fillova nga mali, në fillim vetëm, pastaj nga mali me njerëz, që bëja tandem, pastaj me paramotor vetëm, pastaj me paramotor me njerëz. Kështu nuk është domethënë që ti merri parashut dhe ikën bën direkt tandem ose fluturime dyshe që të marrësh lekë. I vetmi fitim i joni për momentin është që bëjmë fluturime dyshe, kur është periudha e verës, edhe fitojmë disa lekë. Po unë tani kam bërë dhe gjë tjetër, i kam ofruar edhe bizneseve, i kam ofruar reklamim nëpërmjet parashutës. Ti për shembull ke një biznes tëndin, më jep pagesën mua dhe unë bëj me logo vetë. Sidomos gjatë periudhës verës, me siguri bizneset e shfrytëzojnë shumë këtë gjë, apo? Po, normal. Sidomos pijet freskuese, gjëra të kësaj natyre. Normal. Akoma, domethënë, tani faktikisht po sigur po bëhet trend, se akoma njerëzit nuk kanë besim te ky marketing, domethënë. Po ky është një marketing shumë i mirë. Pse? Sepse unë kur fluturoj në Buzdetit, për shkak që janë me mira turistë që bëjnë plazh, ato pa dashje bëjnë, bravo, ato pa dashje bëjnë edhe reklamim falës. Ato filmojnë mua e ullin në Instagram. Riportohet që është sharing, domethënë pa. Kjo është një gjë jashtëzakonisht e mirë për biznesin, por në përgjithësi ka nevojë që dhe biznesi të jetë çik më modern për këto variantet alternative, domethënë. Po, zakonisht këto parashutat, se unë kam klient, kam 2-3 klient që janë fuqishëm normal. Këto zakonisht janë biznesi që kanë buxhet marketingu. Nuk mund ta bëj dot një biznes i vogël. Ja kupton, kjo është biznes që do të ketë buxhet marketingu. Pash reklamën e një uji për shembull që unë e përdor vetë, domethënë është rregullisht që e kam në shtëpi, domethënë nuk është se edhe mendoj që ata i kanë buxhetet e mira të marketingut. Po, normal. Zakonisht kështu funksionon. Ato që kanë buxhet e marketingu heqin një pjesë edhe për këtë. Por, Arbër, ne të njohim masivisht, sepse ti e i tipi
Ai piloti i zemrave. Që u qonë pankarta e këtyre. I shef vetë reality show, apo vetëm të marrin telefon? Jo, i shoh. Zakonisht do më thënë, me thënë drejt nuk i shoh full time, po kur bëj këto fluturime... Ti vetëmi që i shef si klient ata. Po, tamam, jo s'jam tifos me asnjë. Jo, po më përfshin. Zakonisht kur janë gjërat nxehta dhe telefoni vetëm nuk po shoh. Po, normal se... Po kështu, mos e qoa ti në legët. Kjo ishte metodë shumë e mirë. Kujt i ke qumë më tepër, dhe më thënë, nuk flasë aktualisht, sepse tani e di që Mozës i kanë qunë 3-4, mos gaboj, nuk e ka. Moza ka marrë më shumë. Jo, drona është gjë tjetër, droni është gjë tjetër parashuta, se shumë e ngatrojnë, domethënë, thonë sigurisht dron, po parashuta është parashut, droni është dron. Po, ti në Big Brother, para 2 viteve në mos gaboj, apo vjet nuk e di, që more një famë të papar me Monika Luboni. Vitin e parë kam qenë unë, që i bëra surprizë Monika Lubonit. Nuk me numrat dhe shifrat i... S'ka rëndësi, kështu ke qenë që e vogël. Po, por që aty të njohëm, aty ti u njohë si piloti i zemrave. Aty thamë kush është ky pilot. Si kemi piloti i zemrave? Piloti i zemrave. Ama, pashtë zote. Po në kam bërë dhe këngë. Kështë edhe këngë, që ka bërë Romeo me... Piloti i zemrës time je. Më kolege, ndjek? Nuk me vesh ka pilot kolegu. Gjithsesi. Romeo me Lidodën. Ama, që ka seriozë që është atë? Shumë e burë. Vine edhe në përdasma të një. Ja, ti është në dasëm edhe të kërcesh pilotin, nuk e di është. Shumë si ka, do më thëmë shumë si ka. Po jo, melodia shumë e burë. Por ka qenë pikërisht Monika, ajo që kryoj këtë himnin, le ta themi kështu. Ishte një surprizë që të shkojnë në mendje ty, apo dikush e përnotoi, si ishte historia? Ka qenë kjo nisi, në fakt, nga një shaka që po bënde Iliri me Donali dhe me DJ Dax. Edhe unë po i shifra, isha ora 4 e mëngjesit, edhe këto po u tallnin, edhe kishin konsumuar alkool, edhe po u tallnin, domethënë me Monikën, që t'i çojmë një parashut Monikës, a kupton, t'ja bëjmë kështu, jo po t'i bëjmë banane, jo po... Edhe unë tani e kapo këtë pjesën, thash, nuk e mendova në fakt që do bëte ka që madhe. Edhe e kapo këtë pjesën dhe i bëj një pankart, do më thonë Monikës, që Monika të duam nga Iliri, Donaldi, DJ Dax dhe piloti. A kupton kështu? Futa dhe emrin tënd. Po, futa dhe emrin tim. Do më se unë po ja bëja, ato gjasme e kishin porosit, po ja bëja unë. Edhe në fund, edhe kur ika aty, bilesi kam ngacmuar shumë, se i thash, më vërtet ka marrë për Monikën, i thash, po, ka marrë me u marrë dhe lekët këtyre që porosit. Arbëra, ka nga këta persona që duan të kërkojnë falje, të kërkojnë ndjes, edhe shkruajnë nëpërmjet parashutave? Po. Janë purat apo gratë shumë ata që kërkojnë? Femër, jo, femër. Po, femër. Femër që i kërkojnë falje një burri, kërkojnë falje një njëta. Ska më që kërkojnë. Fakt njështë këto, femërat i kërkojnë këto, po i thonë të lude mos na i publikoti. Publikova një, faktikisht, mos e nxirë në rrjetet sociale. Po, mos e nxirë në rrjetet sociale. Bëra një fluturim shumë bukur për një vajzë që ishte në Itali, ajo nga Shkodra, për të fejuarin e vetë, që i thote të dua, nuk është se i thote në i gjo kështu. Edhe i tha shumë ta publikoj, jo, mos e publiko, tha. Të dua fare, s'kishtë një emër poshtë? Po pra, vetëm emrin e atit personit, edhe foton, edhe të dua. Aso nuk do të të publikoj. Jo, lutem. Tani tjetra e ka ngritë në qellë për Robin, do me thënë, i ka thënë edhe fjala vjen. Më thuj një emër quni. Vampir. Vampir, të dua. Vampir, të dua. Arbër, unë nuk e di pse unë t'imagjinoja, se zakonisht ne mendojmë që kur ti je pilot, do t'jesh paka shumë ujzero, se Ryanair, që s'len të marrësh çantë të rëndë. Do më thënë, ke parasysh Fantino me kuaj që janë nga 28 kg, unë t'imagjinoja 72 kg, jo 118. Ma, se nuk është taj shumë. 112 është... Unë jam 110 kg. 112 se të mata. Mi më kuj ke pat pilotët ka që të shëndoshti, se ka dhe pilotë dobet. Po jo, këto, shqip tani, ku është problemi? Shiku është problem. Do më thonë, nuk është problem fare pesha, sepse çdo parashut ti e blen nëpërmjet peshës që je. Nuk është problem. Flas pastaj kur përdor për tandem ose... Po, s'është problem. Parashutën e tandem e kam deri në 500 kg. Kështu që më lejohet të jem edhe 200 kg edhe të duroj. Një person tjetër. Nuk është problem kjo. Po,
i gjë tjetër se unë faktikisht me peshën luaj shumë. Domethënë do psohem, marr peshë prap, edhe kjo s'është gjë e mirë fakt. A të ka ndodhur të bjerë një gjë nga qielli, për shembull të kesh pas një çakmak? Telefoni? Telefoni? Po, telefoni dhe Sa herë më ke bukur humbur është që telefonin? mos e keni problem për telefonin kur ju bjen sepse fluturon dhe bjen But. do bjen but. Dhe Sa fati herë? im ishte që unë isha duke fluturuar sipër pistës që kam në qerret, edhe pash që ra në pistë, e kupton? Edhe nuk u thyas, e mora prap. A të ka ndodhur të humbas ndonjëherë më shumë se sa një herë? Ora më ka. Ora. Kjo është e bukur fare, në fakt isha duke fluturu, edhe unë përdor GoPro. Po. Edhe kisha orën duke fluturu, marrova fluturimin, iki te lokali që po bëja ato videon, edhe tu pa video, domethënë shofi gjë që më shkëputet. Domethënë nuk e ndjeja fare. Nuk e ndjeva fare. Pashi gjë që më shkëput të video, thash, qa është? Prap, e qova, shofu në orën. Bëj me pa orën, ora kishe, se gjeta më. Nuk e gjitha ma? Jo, E shtrejti, po se shkon nuk e të ndje, po. formati? E shtrejti, se po. Së është një orë si ajo kolegu. Nërë të shënë. Se kjo orë nuk ekziston. Mirë shumë. E kemi parë, koleg disa herë kemi parë. E shoj prapë. Kemi mësuar të bëjmë. Mesazhi më i tmeshëm që ke quar. A ka patur mesazhe më çuditshëm? Ato mesazhe më Më i tmeshëm. do më thënë i tmeshëm. Jo më janë këto faktikisht për personat që kanë ndruar jetë. Këto kanë bërë, do më thënë që... Në ceremoni? Po, jo në ceremoni, jo. Në ceremoni martore, apo jo? Thjesht kanë qenë... Jo, thjesht video dedikime, do më thënë që kanë bërë për njerëzit që kanë humbur jetën. Ato janë më kështu, do më thënë... Se me siguri kanë lidhje me qiellin, duhet bësh një video që të jetë... Normal. Megjithatë është një biznes që duhet të jetë zinxhir, sepse ti duhet të prodhosh ato gjërat. Duhet t'i stamposh. Po, normal që jam i lidh me dikë që i bën këto. Unë thjesht i porosis sipas... Si bën? Ti bën diçka që janë mbi vendos parashutës, apo... Jo, ai është cop flamur, është cop flamur, do më thënë, edhe që të bëj që mos ndikoj të fluturimi im me parashut. Dhe kapet... Flas kur bën logot e kompanive, është si stampon? Jo, te logot nuk ndëry do të unë. Te logot blejen direkt në Izrael velat. Okej. Nuk është se mund të heqi logo dhe i logo. Jo, thash se mos... Çdo parashut me logo është direkt e prodhuar nga fabrika, nuk duhet ndërrymne. Pra ka kosto tjetëra? Normal që ka kosto. Po, për shembull, e ke problem ti, fjala vjen, që ti je tifoz me ku di unë, me Milanin është. Me dikë tjetër dhe të çosh flamurin e dikujt tjetër. Nuk është se të bezdis. Unë e shoh si tu jam profesionist këtu. Këtu do ti je shef të numrit llogarisë. Aktori që shëron këdo. Shëron dhe armisht. Pra da është piloti i zemrave. Me zemrën e vet tjerë. Këto vite fundi shtu konkurenca, ka dhe tjerë që kanë... Po kam, po normal tani piloti i zemrës një është. Ku bëhet ky kursi? Ku bëhet? Ku kjo shkolla, akademia? Po, zakonisht me profesor tuaj. Unë kam bërë me profesor anglez, domethënë, kurset. Edhe ka dhe këtu normal, por nuk është se të certifikojnë e kështu. Këtu mund të mësosh... Thjesht për pasion, për hobi. Pastaj... Po thej që e ke pistën në qeret. Ku e ke gjeti vend që s'ka pallat më bu? E kam gjetë edhe inshallah zjatë dhe për shumë kohë se po vim. Po pse pikërisht në qeret dhe jo në, ku e di unë, në periferi Tiranës? Jo, këtu në periferit s'ka shanse fare, me fluturur në Tiranë, se po thave dhe kur del vetëm, je kështu. Po aty ke vetëm pistën apo ke edhe magazinën e gjithë? Aty kam marrë dyqan me qera në qerret, edhe se kam edhe kështu motora me 4 goma që e shfrytëzoj, sepse jo çdo ditë fluturohet. Kjo është edhe në bazë terës, kur ka erë të fortë. Po ti e ke biznesin kompleks, domethënë. Po. Me rrezikim jetë. Jemi munduar. Punon dhe me videoklipe. Do bëjmë një videoklip të 3, po me një kush që ty pësh mrapa. Por biznes me rrezikim jete. A të ka ndodhur një herë në fillimet e tua që ku nuk ja kishe marrë shumë mirë dorën, që të rrezikoje? Nuk ka të bëj fare kjo, edhe ku ja merr dorën më ndodhi, domethënë. Po s'ke frikë ti arpër se mund vjesh? Frikë nuk është se s'kam frikë, po thjesht kur e njeh si profesion më mirë, je akoma më i sigurt. Cilat janë rreziqet e këtij lloji fluturimi? Domethënë, e para njerë, sa metra të duan ty për të marrë, për të ngritur, për të take off? Mua më duan 5-6 metra që të ngrehem, po ideja është që s'duhet të kem as pemë as tela korrenti përballë. Sepse unë ngrehem si avion.
edhe po e njëjta ullje, trajektore. Në i turbulencë në gjithë ndodh, apo varet nga... Turbulencat nuk janë problem, turbulencat janë pranueshme, domethënë, po ideja është që ne duhet shmangim merat e fortë, shiun, që këto janë vërtet rreziqe. Aman, kush ishin tunat e Saukut vjetër? Ndoshta moza jeton Saukut vjetër, no mund të jenë komshit. Jo, s'besoj se janë komshit, unë i takoj njerëzit. Ky është shoku im biles që ja ka bërë këto. Nga Sauku vjetër. Nga Sauku vjetër. Problemet me motorin, pra ti bën gjithmonë një para se të nisësh një verifikim, një çek. Po, normal, po vetëm probleme me motorin nuk i parashikon dot, sepse një benzinë e keqe, jo u la kandelja, jo kështu mund të sosh, po gjithmonë kur je në ajër, ne si pilot, një pilot i zgjuar, domethënë gjithmonë shef planin B. Plani B është gjithmonë që ti je duke fluturu, po e ke menin që po të ndodhi diçka ku mund të ulesh. Edhe nëse ke lartësi, mund të ulesh pa problem. Gjithsesi, ajo të garanton parashutat, garanton një ulje të butë, le të themi. Po, një ulje të butë. A ka ndonjë mekanizëm që një motor jo funksional ta çmontosh dhe të lëshohet për të ndihmojë? Jo. Do ulesh bashkë me motorin. Sa peshon motori amërsisht? Motori që e ke mban në krah është 26 kg. 26. Që e maj në krah. Kurse trajku pastaj, trajku që kam unë i vogli është te 50 kg, kurse i madhi është 110 kg. Arber, po zojsh të bërë strajk, ka ndodhur një herë që të vinë shumë zojsh të motori, apo të parashuta, nuk është se ndodhë? Ka zojsh tu, zojsh kanë të emigru me kohë. Po, se zojsh ka. Më shumë shofim në tokë se ti në ajrë. Ne të pyetëm vetëm tani për këtë pjesë të bukur, po atë qëllon për shembull të shkosh sipër në i burgu, në jo, të ulësh në i paket cigare. Jo. Skemi nga këto. Pa ta bërë, në fakt kish për një të dënuar, që është goxha i famshëm ai, pa ta bërë një video dedikim, po ja bëra në mënyrë të tillë, domethënë që t'u dukte sigur po fluturoja sipër burgut. Na bëj follow back kur të vishës. Po. Ja bëna sigur po fluturoja sipër burgut, sigurisht sipër burgut nuk lejohet. Nuk lejohet. Sipër burgjeve, sipër e partë ushtarake nuk lejohet. Sipër aeroporti e këto. Po pse rrezikove ti? Jo, nuk shkova sipër burgut, unë ja bëra sigur po fluturoja sipër burgut, ndërkohë videon e bëra në Qerret. Ai është në burg, në Fushkuja, në Shkodër, nuk e di ku. Me çfarë kishe shkruar te parashuta? Nuk paska njeri të njohur që mos qeka ndjek si joti, domethënë sepse duhet. Po kështu për shembull sipër bankës, thjesht për efekte studimore. Më e bukur ishte nga që më shiftin duke fluturu edhe meri shok, ishte në Francë, po unë nuk e dija, kisha kohë që kisha shkëput lidhje, të merë nga Francë, ai thot, Arbo, thot, kam gjeti punë. Qa punë, më? Tha, është njoni këtu i Gjermon, tha, ishte në burg në Francë, është njoni i Gjermon, tha, jep sa lek dush t'i dhaj, vetëm të visht, t'i udhësh i litar, tha, e t'kapet, a kje di, i thashë, i thashë, mos jam ashtu unë, se sa të ngreta i Gjermoni, i thashë, nga kanë gjujtë të dyve, Po e mban do një persone nëse të ja lëshosh litarin. Po jo, po së është e pa mundur fare. Po themi rastin ekstrem për ta bërë film. Jo më për ta ngrejtë. Arber, largo zot, do na duesh. Jo nga burgu, po për shembull, na qellon na merr zoti mend e du me dal. Hajde na merr, vlla. Arber motori, për shembull këtë Kristin e madhe litare, e madhe, po ta lidhë. Motori siguron dhe ngritje vertikale apo vetëm horizontale dhe që merr kuot? Vetëm horizontale. Tani për çfarë po pyet? Për shok. Jo, se po kjo ideja e se ka gjë valla, kjo drejtësia e re të ban burg kot. E kuptoj, e qartë. Tani besoj vera është e mbushur plot me dasma. Me dasma, kërkesa ndryshme. Të qëllon dhe mes dasmës me hyti? Jo. Në dasëm kështu në plazh hyti. Do bëjmë plazhën prandaj. Po ideja është që më kanë thënë për dasma, po ka i problem, domethënë, që këto me ditët, domethënë specifike, datë, orë fiks, domethënë nuk i bëj dot. Sepse ti në ato ditë që ke dasmën është era fort, për shembull nuk ngrehem dot, edhe nuk i marr fare. Nuk e merr përsipër. Nuk i marr përsipër këto se thotë ai hajde ngrejo tani. Era fortun ngrejo dha 2 minuta. Ah, tani. Tani na bie keq, po ne i premtuam asaj që kur të martohet. Po inshallah shkojmë mirë. Po tani për kohë të mirë me do martohet, domethënë. Tani do thosh ti kur do martohet. Kjo është pyetje tjetër, por gjithsesi domethënë ne e kemi dhënë një premtim. Me Alket Islamin çfarë marrë në shkenë? Shia. Ja, bata.
Po pse ka që keq? Po, unë nuk jam malket islamit, pse ka që keqët? Jo, kam marrëdhënie normale nga ana ime, përse nga ana ty. Qielli është i madh për të gjithë, e ka dhënë për të gjithë. Po, normal, po, a kjeti, dhe që qikim i vjetë dhe këto 2 vjetit dunë kështu, t'i bëjnë monopol gjore. E qartë. I kanë qef. Të ka qëllu të keni trafik në Të shkëmbeshme në një shkemi një... A keni bori ju? Jo, s'kemi. Bërtasi. Ka sinjal me drita. Apo natën nuk parashtu, natën jo. Natën jo. Ja, natën nuk e pamë. Me gjithse unë kam bërë fluturim të Big Brotheri vitin e parë, kam bërë dhe natën, po nga që shkoja për ditë dhe e dija ku ishin telat, ku se praktikisht nuk është normale të Cila është kuota normale fluturimit për... Tani, kuota normali që t'jesh i qetë, duhet t'jesh mbi 100 metra, që t'jesh i qetë, që edhe po të ndodhi që t'kesh mundësi t'avësh rezervën. Pastaj mund të ngrehesh sa dush, me motor për shumë mund të fluturosh deri 3000 metra, pa frikë. Shkon deri 3000 A është i rrallat e ke probleme Të me... merët frima, 4000 metra e lartë fillon redukimi probleme. i ajrit. Dhe më ke bërë dhe vetë gjëra tilla, dhe më ke shku deri kaq lartë. Po, deri në 2500 metra. Po, do të kesh një problem prapë, se në Qerret, për shembull, është linja e avionave të rinazit, që vinë 1500 metra, vinë aty dhe kthehen për, po, bravo, fillojnë ulljen. Bëjnë kthesën e fundit, domethënë, e bëjnë sipër Qerret. Unë Qerret nuk fluturoj më shumë se 1000 metra. Do të jenë avionat e Italisë ata që... Po, nuk e di, po vinë aty 1500 metra, se tani kemi marrë gjitha dëna duke pas dhe miq shok, edhe i pyesim domethënë për faktin që mos bëjmë problem për Kira darin që mund t'i shohësh. Edhe truajmë për veten tonë, se është siguri. Po vetë ke një familje, do më thënë, apo... Normal. Jam i martuar me 2 fëmijë. I paq me jetë, po... Do më thënë, boni halv shpesh në shpërë. Jo. Biles ne jemi si familje që kemi fluturu. Goca ka fluturu që 4 vjeqë me mua. Kërse e madhja 9 vjeç, kështu që nuk e kemi problem këto. Dhe gruja nuk të ka shku akoma? Jo, kena fluturu edhe me gru. A, ka fluturu. Po, normal, me gru kena fluturu të parë. E ka marrë punë, së shikën marrë në gradë punë në herë. Do më thënë, vetëm në rastin e gru së arbrit, ajo më përdo, ku e ke burin qelë? Arbër, shumë faleminderit. Ne të urojmë shëndet në ratë të partë, kesh kujdes edhe sa më shumë evente, dasma, pankarta. Le më dasma, se dasma ta nuk t'i borë, po sa më shumë evente. Faleminderit që ke dali qeshur në këtë video. Mirë, javë të mbarë në dëshimin nesër.